Fshati Mjak ndodhet në komunën e Vitis, në jug të Kosovës. Fshati Mjak shtrihet në pjesën jugore të Kosovës, në komunën e Vitis. Ai kufizohet me fshatrat Debeldeu dhe Tanush, si dhe me komunën e Maqedonisë së Veriut. Fshati ka një histori të pasur kulturore dhe etnike, me banor kryesisht shqiptar. Megjithatë, si shumë fshatra në këtë rajon, Mjaku ka pasur edhe ndikime të ndryshme kulturore dhe historike gjatë periudhave të ndryshme. Përshëndetje mirë të dashur të Kosova Infos, përshëndetje për gjithë ju që po na ndjekni në këto momente dhe jemi këtu me kryetarin e fshatit Mjak të komunës së Vitis, me zotin Muharrem Beqirin, ku do të bisedojmë rreth historikut të fshatit, traditës, kulturës dhe vështirësive, braktisjes dhe shumë ngjarjeve të cilat kanë ndodhur. Është një fshat që ka një histori të pastër, sidomos historia e saj lidhet edhe me luftën e fundit në Maqedoni, ku ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për arsye se një fshat kufitar në kufi me pjesën tjetër shqiptare, fshatin Tanush. Atëherë, zot Beqiri, faleminderit shumë që pranoni pjesë e emisionit të Kosova Info. Ju përshëndes pare, edhe ju faleminderoj që keni marrë kohën edhe keni pas kohë që na vini, na vizitoni në këtë fshat. Unë për fshatin e Mjak kam shumë fjalë, sidomos për në fillim, edhe ma herë se ka pas shumë shtëpi aty, ka pas over 70 shtëpi u kom për fshat, po shkaki ngushëllikit, që s'ka pas tokë aq shumë, edhe atëherë ish regjimi Jugoslav, nuk i ka leju në tokë shtetit me ndërtu shtëpia, atëherë kanë gjetë qëra rrugë banorët e fshatit, janë shpën gullë disa kush ka pas mundësi të veta, kanë shku në Maqedoni, ka Kaçanik, ka në Ferizaj, janë 2-3 lagje në Ferizaj dhe me emën Mjaku, ka në Slatin, poshtë me edhe tepër, ka në Goshic, në Drbesh, Viti, në që të rrethona gjinën këto banorë. Po, kushtet janë konë shumë të vështira për këtë fshat. Du me theksu se fshati Mjak, si kur u konë Jugoslavia atëhershme, u konë shumë keq, s'ka pas rrugë. Para rruga se jeta e njeri jëtë është rruga. Po kanë kalu qysh kanë kalu me ato mundësit e veta, me kuajle, me lupe, me qysh kanë mujtën atëherë, dhe kanë jetu qysh kanë u konë mundësia. Po në kohën e fundit gjatë luftës, se në këtë fshat ka pasën shumë bakërti, shumë ka pas pëndore, du me thonë me malë kanë jetu këta, ka pas materiale të drunit shumë këtë fshat, se moli u konë shumë i madhë. U shpunu me drun, do të thonë, si se pjesë ka qenë bjeshtë, ka pas... Po, bjeshtë e moja e konë, me drun kanë jetu ma shumë, ta po edhe shka kanë mjellë dhe banë, to ka më shumë, nuk është asë e ftoft, asë e nëzet. Sidomos është e njohur për kultivimin e patateve. Patateve unë më një, po e banë edhe grunin, se kena mjellë në grun, para lufte, edhe misër, do me thonën, boqe, krejti bon, edhe unë sidomos që taj që gjatë ashtate kam një farë shpija aty, unë nuk i blejt të shrinat, këtë veti baj bio aty. A që ka mundësi, me në ato të dhonë mëndimin për edhe mundësien për i këthimin e këtij në banorëve. Këto banorë kanë ikë mas pari prej luftës.
ma herë se lufta, mundësit e veta që s'kan pas mundësit si ka leju regjimi për me jetu edhe mu rrit fshatit, do më thonë. Para se dolëm këtu, du vetëm një pyetje. Por nda. Ma thuj pak atë jetën tonë femirore si femi, kur ke qenë, do më thotë, qysh ka qenë jeta, sa ka pos banor, qysh është zhvillu, me atë farë mundësit e kohës, cilat kanë qenë, do më thotë, shkollimi, pastaj, si e ki kalu jetën, do më thotë, si femi, për kur je bo, do më thotë, me ditën. Jeta nuk paramendohet se që shkon atëre. Konë shumë e lumëtar, në të fshatë. Si do më thërinia, me se nuk e kena pas të kushtet e sotit, po me që të kushte, ne në këmë të knaqër. Do me thonë se ka pas bagëti shumë, kena pas lujna, në mes, do me thonë rinia shenë e konë, shkolla fillore u konë të nëshes 4 vjeqare, këtu në mjakë në 4 vjetë, edhe 4 në të nëshes, i kena kryë. Unë e kom kryë. Tani sheci, do më thotë, por atë gjithë ata që nuk e din, do më thotë, tani sheci është në pjesën e Maqedonisë Veriore. Po, Maqedonisë Veriore, po atër nuk u konë ndome, u konë këtë Jugoslavi. Do me thonë që në atë me vjetë, së di datën e caktuar, di vitin e caktuar, po do me thonë, kërë kom shku në klasën e 5, janë konë 22 nëzonca që ti fshatin, në tanush të mësuat perin në klasën e 8. Isha kena shku regullisht na, ka 22 nëzonca. Në të nëshet se kena posëm over 40 minuta shkullën lërkë. Dimën verë, na kena shku në kom. E kena mësu atje. Përse klima atje shumë e egrë është. Po, klima shumë e egrë, ojri pastor, do me thonë të gjamia fshatit mjake edhe këta për të dhe kësaj për dalmi që taj nonën e kondër, u konë një grek, e ka pru një kushërin Maqedonisë atje, e kalun një afara aparati 5 vjeqar, më një guri o një farë kepi aty në shtekri po. Edhe, kur ka ordhën e ka morë mas 5 vjetë, aje ka po me qatë aparat që për 43 ditë rruzat e gjakit në rruën në qatë fshatë. Aje ka po greki, s'po të më të ditës, po shka e ka thonë aje, edhe unë për të spjegaj. Ta është përdolmi të shkolla. Na shumë kohës teme, do me thonë, kena kry shkollën mjak viti në komë. Në komë, po edhe kena pagu banesa. Distanca 12 km. 12 km, po në komë kena ardhën. Kush ka pas mundësi ka pagu me banesa sa u konë rruga, se dimni janë shumë i vishtirë. A e ka pagu banesa, po të kush ka nejtë e fare të fikisi, ka të i qasia, po share kotatione. Me qasia konë me e tërljët me kodrat, tanush, malin, kërpleq, jo fort me rafshe, do me thonë, po kodra me kodra. Po të kur e u bënë një pedoj edhe patjare me rafë poshtë. Po, sa për historikën e mjokit, unë do të tërlidhe që mjoku ka do histori që edhe si kanë marë parasysh se shako. Mjoko e ka kalarë, që këmë bon shumë kërkesa për mu qasë tëri të kaloja, e me këshu që ka atë, po si ka interesu kujë. Kanë orë një herë, më falë, shpreje, kanë orë me pantollet shkurta. Nuk vijet me pantollet shkurta, kurse s'ka rrugë, nuk ka rrugë me hinë tërë aty, edhe unë shumë rrezik t'i gjartnojve verës, ase, jo do një me orë me teshe, ase dryshe, nuk hinë tërë atje, se unë rrezik. Kalorën e ka mjoki, nështë e patë edhe një bonor është shumë vjeqarë, aty ajo ku një mshet 40 vjetë, po ta është këna rehop në 2015-16, këna rehop vetë fshati, edhe kulla është në mbrojtje. Unë e më konë si antari Këshillit Evropian për monumentet e vjetra. Që ata e këna shti mbrojtje, e këmë bon edhe një kërkes, është një bli, 5 metra e 40 trash. Aty s'di sa vjeti ka i bli, po e këmë bon kërkesën për ata, po s'ma kam pranu. Edhe bonorin këmë dasht me shti mbrojtje, po s'u pranu vetëm kulla. Si pjesë trashëgimisë kulturore, po. mbrojtjen kodët ministrisë. Na si fshat, pise këmë marrë 2 metra me në ose si fshatit edhe janë shpërndar banovat e fshatit, do me thonën, e këmë bon një farë mendime dhe këmë pytë fshatorët, e mojmë një ditë takimet e mjokët, por më njoftu në mëzveti, do me thonë, lave motra kusharini, po shkak shpërndarjeve shumë. Shka janë shpërndar që mu bashku krejt një ditë me do, edhe e këmë mojtë në rekullisht, për 2015 i këmë mojtë ato
ase vetëm vetë më ka dështu se që komuna nuk në ka ndihmu, e vetë sënë këmë organizu. Kjo konë mëngjes që s'kom pas financa për me organizu dhe me thirën fshatë. Po na, si fshat, si panor fshatit, kanë pas shumë maltretime 10 vjetë para luftës, ushtria në konë në vend. Aty. Na nuk kena gëzot me lëviz derin, më fani shpejt derin TVC-a pa letë me ftim. Na barë të amen, unë e për gjepit s'kom gëzot e atë kohë kom vlet, letë me ftimin të krys, se u konë vend konfitar që të regullisht maltretime ka pas banorët e fshatit, ata që janë konë matë vërtë, janë largu ma shumë, na matëlisht kena me të erin në kohën e luftës. Se në kohën e luftës e në kohën 18 shpi. Zëri marrën pjus pak për dasme, të thënë se martesat, miqasia i keni pas kodër me kodër. Që shënë bo dasme të atë kohë? Sigurisht e iman me si fëmijë dhe si rritën për atë dhe martesat. Që shënë bo dasme dhe në thëtë? Degja, dasmet janë shumë mira, jo si tash. Unë e pëlqej edhe sot me mujt me organizu një darsëm, së kërë bon atëherë e organizaj. Se darsma nuk onë sot, nëse këto dhe ban një mujt, 2 mujt, 3 mujt, e qënë të thirë, e qënë në restorant. Atëherë o konë një javë. Para kohës darsmës, kanë të nuë qikat me defa atëherë, edhe kena ditë krejt që ato koza shkenë një, aty kena ditë që filoni e ka darsmën. Po të në u bon dhe kërkesa. Jo së këtë tash në shatora, po këtë adion s'ka restorant, shkojnë në shatora, po mos ta përlosh me shpija në këtë adion. Atëre i ka bon pyetje ditë lagjës aty, apo të fshatit. Në shoma shpija në përshqetku se unë e kam dasëm. Ja ka shlu komplet shpijen me shka ka. Ajo, kom 3 ditë
Nuk o konë sikur sot një natë, ose 2 orë darsëm, po 3 ditë o konë darsëm. Nuk o knasi. Tana ka pas lojna. Po këto ju kanë të ftuar gjithë, s'ka pas dallim. Ja, aty s'ka pas dallim. Unë e kam edhe një rast për ta kallëzoj në fshatin Tanush, jo për mjak, për Tanush, që jena konë rinja të nejtë një 7-8 vitë në bromje mes katunit. Aty të rinja të Që shka nejtë. rinja. Po, të poni kriskin Tanush, unë edhe i kam dojnë Tanush. Sa valla s'përri se të poni, po kërset. Thash hajdi për mas, na për zërë, hajdi për mas. Edhe kena jena qu, kena shku. Në kanë prit më është mirë se ata që i ka postuar aty. Kur se harroj. Edhe ato unë atë logje nuk i kam doj. Po në ka prit edhe kena nejtë atë natë deri në njatë notës. Aty që në ka prit më mirë se po pas kom tërtë. Po ka pas shumë do farë më abetit mira. Ta në dhe fshati ka pas lejtar të fort. Cilat lojna jenë zhvillu? Ja luj, qëre ma shumë të lujtën 3 hapje theshmi na, 3 hap këseshmi. Ta na qilek, pitak, kapuqa, se do i thujnë edhe filxana, po të njajtë, po, ta na ka pas do loja ndryshme në mbromje, do me thonë në për dasma që sëni më shelat, se jo për që të se. Po konë shumë Hajgare, nuk ka pas internet më të aprish kohën sëtë. Nuk ka pas televizionin sot me të aprish trunin. Po, konë shumë një këpritje e mirë, një kulturë e mirë që ke pas shefti, aty edhe mos me ikë pjasojna, iqë, kur qysh. Shumë konë e mirë. Tana, du me thonë për fshatin, ne e këna pasën një farë denirë me ta lari u konë, unë e se këmë rënjë ato, po me të nime, Valja Karadokit i ka 30 valle. A i ka luj 33. Që konë lojtar më i forti në këtë teritor të. Valzim. Valzim. Demir Mjako. Ajo i ka djerë në Kaçanik. Tana kena pasën, u konë një farë Alim Beqiri, ka kësy shumë, Kadre Beqiri, Muhammed Lemallari. Tana i kena edhe vlazën të Lemallari, kajtar që knujnë, edhe sot nive Palikuqi Shkupi. Tana kena edhe jena të pregatit do, lejtar të rritash, të rinjës, unë i kam gjallë qik të ushtru valën viti, i kanë vëllet mjokiv këto lojna, të të asi. Po edhe e për njën, edhe mi këpritjen, e kanë Janë shqubur këto. gjak e kanë. Pa morë pasysh, ke e kajtë keje. Ti, konokën i ke pas qenë Po, mjak. karakteristikja që... Normal. Ato. Sidomos në kohën e luftës. Në për mjak, dorë të shtrijës si kena lonë, kur kanë për bero. Baba kje 5 net ka bujta une, a nuk e kom lonë me mero prej e tjetër bujta. Kjo përmen edhe në për muhabetet ndryshme dhe në thëtë se mjaki dalën prej rrethit. Dalën. Kështu e Unë ta vendosur thëmë edhe një. s'ka Ta thëmë edhe një për Katuni, se unë nuk më shefe asgjë. Katuni, sa në me veti, u kom një shumë një lagje vogël, një nga shlak. Po kupton, edhe ka pas probleme në mes veti. Po rrethin që e kanë, edhe ku ka aty që kanë shku kanë zënë ven, kanë lënë emër. Sot kena shumë profesor për mjokit, shumë kena në përqyqjet, Jesë ngritur gjyqësare. ngritur, po, ku kanë shku, janë ngrit këta, edhe janë konë shumë zgjut, do me thonë. Se na kena dhe këtë me gjitë mjokën, që nesh Jugoslavi e para o shumë me parashut, ajo, femën e mjokën. Femna parë. Po, femna parë që unë shu Jugoslavi, unë shu me gjitë mjokën. Do thonë me emën. Po, neve, na kalon mas, do me thonën, mundësia, rruga, që si kanë... Qasja ma le, dhe thëtë. Kushtet. Tash mas lufte për të kësaj se plan është mas dore, do me thonë fshatin një komunalitis e ka. A është kjo, do të thotë si arsyeja për shkak që u shpërngull ai fshat, ajo bukurie natyrore, ku na sot ishim në ditë, do të thotë edhe 2 ditë 3 para pranverës, si them ashtu, edhe atje ishte një klim, atje bora, ne kanë që lulet e pemëve, do të thotë një klim jashtëzakonisht interesante. Edhe ju e thatë edhe vetë, do të thotë artistin që e kanë bua ata më herët.
A është arsyeja kryesore, do të thotë, çështja apo infrastruktura për shkak se mungesa e rrugës, mungesa e energjisë elektrike, pastaj vështirësitë e shumta nëse dikush smut si me ardhën me një urgjencë deri në ambulon, që u shpërngul fshati. Kur ka filluar shpërngulja, do të thotë, e fshatit? Shpërngulja ka filluar për viteve 90. Do me thonë se pjatërë nuk o një i sigurt në vit kofitore e në shlak. Po, që më shpërngull bashkë me mbet 0-0, 99. Do me thonë, në kanë ra kushtria, në i kanë gjekë shpijat, në kanë përzonë për Maqedoni, shë që falë zote që nuk ka të rame, dhe masakra të shka, që ajo është numër 1. Po, tana kërë janë këthy këtu, nuk ju ka dhonë mundësia s'po këtu më qasë të erin të shpia vetë, apo të aborri vetë që ju ka bo, që ka... Do pas luftës su investura? Jo, të 2013 fare nuk e investu. 2013 falë zotit kryetarëve në ndihmoj, me Zhmedin Arifi, 2 kilometra, sa më në dhonë qilësin me hopë rrugën. Ajo qilësi e dha, edhe na dollëm 2 kilometra. Ma 2 kilometra e kapëm na vetë banorët vëmetit tyne. Aty e kena qelë 5 kilometra, e kena rehop, edhe e kena shtru me zhavar. Se zhavarën e kena pas për na fakt tonën, e kena për me mjak. Do me thonë, nuk më e përponume, po, këtë zonë. Kodër zhavar, shto që, po. Po edhe disa kena morë dhe më shatin të numë, që kanë një kodër, s'kur më koni përponume. Edhe ata në kanë ndimu, në kanë donën, edhe sa në kena shtru më tëri, në të numë, me zazë, sa me dollë kërë. Ta nuk kena nalë, vjetë për vjetë, kena se, na kena shkuën si banorë fshatit, 53.000 evra. Me mirë botjen, edhe me hopjen e rrugës, edhe shtrumën, do me thonë. Komuna ka shku, po vjenë marrë edhe me full, me 9.000 evra. 53.000 me 9.000? 53.000 me 9.000 evra, kjo është së di. Po nështë edhe i dukon shumë komunës. Pa, keni dy parësyje, njerëzit, pse su investu në atë zonë, se do shta dhe banorët këthe, na ishëm mëdëm gjërime, kishte njerëz që kishin fillu me shtalla, dërtimin e shtalla, pastaj një zonë ka që pasër në atë klim, do në thot, atë që pasër, mos të investuat spaku, do shta dhe për turizm. Po, unë për veti për 2013 s'kom pas shumë kërkesa. Po, si ku marrë me vetës, unë e kisha shpalos, ofër 30 kërkesa i kam. Çdo vjet ka 3-4 kërkesa, se askush se banë. Fill një e banë edhe të më djeta, unë ka 3-4 e këm shumë. Për me rihop rrugën edhe rrymën më nejpru, se rrymën të 2002 një me odjek fshati, po janë kom bandera, po kom trafa aty. Edhe rrymë ka pas të 2002. 2002, kurse se janë ty banorë, Keki, ja ka dhonë trafën fshatit do përte. Ne kena zonën ato kur i kanë morën, i kena dërzuar në polici. Që ato të traktash e kanë më trafën. Trafën e kanë morë për tani për mjaku të kanë... Po, për me qitë në doboldes, në doboldes o gjikë, trafa të na, pse me nejta e falë, me ja dhonë aty e bë. Po, për ne kena zonë fshatin Sëmakov, edhe me traktare me këti kena prunë polici. Polici ka nejtë vetëm 2 net ka nejtë trafa aty edhe ka mëna për në doboldes. Po qka u bon atërë me keqja, se për trafë nuk u kom problemi, po me keqja u bon që nëzi që kanë pritën atë tjetë telet edhe banderat me hik, me prej. Do me thonë, se sa ka pos rrymë s'ka gëzup me prej banderin, me vjell telin. Po, si u nolla jo, i kanë prej banderat, telet janë vjell gjetë, a s'ka fitu pale se sa, po neve... Shka pru komplet sistemi. Po, edhe fshati kam vetë pa rrymë. Tashtë, si thaje, ka njësë me investu edhe po e që kanë dollën firmat, kanë dollën ato njerëzit kanë maru shtepia. Për 2013, se zokon asë një shtepi veç që ato që kanë me skelet që s'ka pas njerëz, nuk i kanë gjekë sërft. Apo këtanë? Po. Qjerët i kanë gjekë që ka pas njerëz, edhe që ka pas shtallat që mos po këthy këto korë. 16 shtepi për 2013 janë rritërtu edhe ndërtu 3. Do me këto, vëmeti e banorve është për rikësim, edhe për investim.
po kushtet nuk ja plotson as qeveria, po as komuna. Zoti Beqiri, dhe pas kemi ardhur me minutat e fundit të këtij emisioni, cili do të jetë mesazhi juaj për fund për gjithë qytetarët e mjavët, por edhe për institucionet përkatëse, do të thotë, të cilat e kanë lënë këtë pjesë të harruar. Po shqeqa se unë një mesazh e kisha dhënë mas pari për institucionet e Kosovës, do me thonë që si në qeveri atje, po dhe në komunë. Se pa rrymë nuk ka synë. Numër një, në rrugën e që është o kun pa rrugë dhe s'ka jetë, dy. Do me thonë që mas pari kjo do të mi bërë disa kushte për me një rikësy asë jetë që jo është në shatë. Sa për banorët e mjokët, unë ju kisha lutë që të investojnë në shatë, të bojnë pa mundën për rikësimin apo kush donë të jeton, apo të investon me bojësi, po edhe me restorante, po me zonë turistike. villa, po vend turistik. Unë e theksova edhe ma herët që rusat e gjakit për 43 ditë më rohen aty. Do të me marë parasysh se mund më konë se njone ka pas interesim edhe për spital atje nalë. Ajo s'paguhet. Është pasuri e madhe. Pasuri e madhe, do me thonë. Ato që kanë mundësi të drejtuar vendinjës vetë mjakit, të bojnë investime, se kanë tokën e gjyshit e katra gjyshit mos ta lënë shkret ashtu, po të investojnë në tokat e veta edhe t'ju rikthejnë jetës aty për aty. Se ka jetë në shatë. Unë të falenderoj shumë për punën që pranuat të jeni pjesë e këtij emisioni dhe shpresoj të takohemi herën tjetër me rrymë e me rrugë. Me gjithë qef, e faleminderoj shumë edhe kam qef më mardhën dhe atje nën. Patjetër. S'pokte një gjigim qaj e pinë. Ka qaj, edhe jo qaj kështu. Qaj të lullav, mjokit. Kam aty. Tamam bio. Bio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderoj shumë.